I nderuar nënkryetar Gola, të nderuar deputet të Kuvendit, të nderuar ministrat të qeverisë, të dashur qytetarë të Republikës, mirë se e gjejmë njëri tjetrin në seanca plenare të Kuvendit të Republikës sërish, në rikthimin e shtëpisë së demokracisë, pothuajse një muaj pas dekretit të presidentes për shpërndarjen e tij. Dekreti i lëshuar ishte në shpërputhje me Kushtetutën e Republikës Kosovës dhe ka krijuar një situatë e cila kërkon qartësi, jo konfuzion, e cila kërkon përgjegjësi, jo shmangje. Gjykata kushtetuese ka folur për natyrën e Republikës sonë demokratike parlamentare dhe për kufit që kushtetuta i vendos çdo institucioni. Në këtë rend, shpërndarja e Kuvendit nuk është instrument për të tejkaluar vështirësi politike dhe mbi të gjitha është vërtetuar e dëshmuar edhe nga gjykata kushtetuese tani që presidenti nuk mund të shpërndajë vullnetin e popullit as nën presion të afateve e të paqartësive kushtetuese. Vullneti i popullit nuk anulohet me dekrete dhe rrjedhimisht as nuk shpërndahet. Tani pas qartësimit dhe vërtetimit të kësaj të vërtete të pamohueshme, sot nuk kemi një boshllëk institucional përpara nesh, por kemi një detyrë të qartë. Kuvendi është funksional dhe i kthehet punës tij. Mandati i deputetëve është i gjallë dhe përgjegjësia ndaj proceseve politikave publike është edhe më e madhe. Afatet kushtetuese janë në rrjedh, shteti nuk ka ndalur së vepruari dhe nuk ka asnjë arsye që ne ta ndalim atë. Përkundrazi, çdo përpjekje për ta ndërprerë këtë funksionim do të ishte jo vetëm politikisht e gabuar, por edhe një precedent që cënon vetë idenë e ndarjes dhe balancës së pushteteve. Demokracia nuk mbahet në këmbë e nuk avancon përpara, duke bllokuar punën dhe funksionin e njëra tjetrës, por duke respektuar çdo pushtet tjetër brenda kufive të përcaktuar nga vetë kushtetuta. Kjo nuk është asnjë çështje abstrakte apo debat teorik. Vazhdimi i punës së institucioneve tona është më konkret se kurrë, por njëkohësisht edhe më i nevojshëm se asnjëherë më parë.